Me jetë. Edhe ju mund të afroj ka to? Se të pa unë i qerim për ty, se të ta kjetë takat. Janë dy që në të jetë për të jetë, ka piku, madhe piku Era të mërë të Po ta shfrytëzojmë të diell. Kësa herë do bëjmë më shumë qef se sa me hangër, e? Te kam dhe vlla dhe motrës, se jemi rrit bashkë. Motra modhe gjithmonë është non. Në radhë Dy gjithë vjet pas tjetër. kemi diferencë me një. Motra modhe gjithmonë është si non. Tani e kam dhe kur. E la të këtë vallën. Me reja dhe shbjerri, po quhet. Po ti ne postura davim plat. Konga, ma bukur për mi ditën, i përmen krejt rubik se ditë gjitha. Jo, du mu përfshi dhe ju, pra ne po viknej. Jo, mirë. Jo, po largona ne. Një legjend thotë që dahet kanë artë teknikë. Tu kemi 5 vezit apo 4? 4 për momentin. Për momentin presim dhe vlla tjetër, edhe motra ashtu. Legjenda thotë që në vitet
zëra pra në vitet e 1 Krishtit, Buçiza Rëshqiti. Dhe u zhduk çdo çfarë ishte këtu, dhe ngeli vetëm një nuse që ishte tek Pepkolat dhe thellën e epër. Kur kthevi nusja erdhi këtu, nuk gjeti asnjë gjë, vetëm rënoja. Atëherë ato arritën djalin, e bon 17 vjeç, e martuan dhe prun këtu dhe po ky guri bardh u përsëri në jetë. Mirë se erdhët Daja. Edhe 100 vjeç. Bravo. Do të shkojmë atje. Mund pastaj mbaroj punën dhe. S'ka problem, s'ka problem. A ti fikim? Hajde ma kishu. Faleminderit gjithë. Kush e të punu atje? Faleminderit gjithë. Pali, nëse gjithë, ti e ke marrë vesh, po arsye që jemi mbledhur këtu bashkë, unë me motat dhe me vëllezërit dhe me kunatat, është 7 vjetori i ditëlindjes time. Të them të drejtën, nuk e kam menduar kështu dhe e konsideroj si një surprizë të këndshme iniciativën që kanë marrë 2 fëmijët e mi, Bernita dhe Besiani. Sigurisht miku ka qenë në mbështetje të tyre, edhe ndoshta reja. Pra, deri tani unë s'kisha planifikuar asnjë lloj gjëje tjetër përveç se për të takuar me këta më kanë urdhëruar nëpërmjet telefonit që kemi. Jam shumë falendërues për të gjithë. Jo se kam po atje sakrificë të tyre për mua apo e imja për ta, por kjo tregon vlera njerëzore. Sigurisht 70 vjet nuk janë pak. 70 vjet janë sfidë në jetën e çdo njeriu. Edhe për mua nuk ka qenë lehtë për të ardhur deri në këtë moment. Unë po mbush 5 vjet në pension. Dhe të them të drejtën, kur diskutojmë për pensionin, shprehet, thotë, po pse merr pension ka shumë? Po I thash, bëj llogarit e viteve të punës që ke pas, edhe do ta kuptosh pse mbar më shumë. Sigurisht nuk të bëj. Të kështuar, ka Flora që është e para atje në kryet të tjerë, dhe të gjithë, emër për emër, I falenderoj. Jo, pa që përë. Urime dhe gëzime që thonë. Me që e kisha ullë afër profesorit, sigurisht është kënaqësi që gjithë bashkë mbledhemi për të festuar ditëlindjen e vllajt madh, që realisht ka luajtur një rol jo vetëm në rolin e vllajt, por edhe në rolin e prindërve tanë, për edukimin tonë, I cili realisht ka dhënë sukses. Realisht është emocionues sepse në këto ditë ose në këtë rast të veçantë të orosh ditëlindjen është një obligim, por urimi I ditëlindjes sjell edhe një risi që kërkohet që ne gjithë I urojmë jo pleqëri, se s'mund të themi pleqëri, po I urojmë shëndet të ketë dhe inshallah bashkë me familjen, bashkë me njerëzit e vet të gjithë se jemi të kaloni mirë. Dhe një urim veçantë kam për Malvinin, sepse ka bërë mundur që ky takim sot qatë kondicionin të shorë të realizohet. Urime, pasha bardh dhe kërënit tim. Vëllai im gjim, tashmë më I rritur se ne.
Falenderojmë Zotit që u bërë 70, uroj të kesh jetën e shëndet në vazhdim. Fati sot e devi që të lindësh si fëmijë vetëm ndër dy kullër, e të marrësh emrin Gjin. Nuk e njoha Gjinin e parë, por ky Gjini i dytë u rrit me mendimin se është më i rritur e më i ditur se ata që Zoti i solli në jetë pas tij. Rastisi që baba jon udhëhoqi me forcën e shembullit. Gjini e nisi me shembullin e forcës. Po pastaj përfundoi prapë ke forca e shembullit. Faleminderit. Pra aty ku ishte. Ne u shkolluam me forcat tona, por ti ishe aty, stoik, i papërkullur, modeli që kishim. Faleminderit nga ana ime. Hajde urime shumë. Jam i prirur të evidentoj sot ante mira tuaja. Ishe i pari dhe kishe më të vështirë për t'ja dalë. Zoti të erdhi në ndihmë. Duke të sjell pranë shoqen tënde të jetës, dilën, të cilën sot unë falenderoj. Më vonë Zoti të bekoj me dy fëmijë të mrekullueshëm, Besiani dhe Linda. U shtove me libër e mbesa. Çfarë do më shumë me jetë, profesor? Në këtë 70 vjetor, të roj gëzuar, nuk mundi të ndryshojmë këto që kaluan, të 70 vjetin. Zoti ne nuk na sprovoi as mu, as këtë deri sot. Ke premtuar që me prefiksin 7 do të kesh një qasje të re. Jemi shumë të paduruar të shohim. Për mua personalisht, ke qenë, je e do të jesh vëllai im i madh që një pjesë të madhe të rrugës e ke bërë bashkë. E nuk jam fare pishman. Të dua shumë, rrofsh e gëzofsh sa më shumë. Fal. Edhe unë që po flas, një ndër vëllezëri, kam një libër që do e dhuroj vëllait tim të madh, i cili do të lexoj çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë dhe të shohë këtu mendime të hyra që nga gjyfi, baba, vëllezërit dhe deri nga nipa dhe mesat. Prandaj ja dhuroj vëllait. Ky libër am për numër fletësh dhe nuk ka drejt ta lexoj kush përveç këtij. Urime. Bravo. Nuk ka gjë më të madhe se kur vllai madh dhe motra madhe kanë zënë sufrimi. Ti kesh me jetë për sërësit vëllezër dhe motra. Ndonë në kemi gjallë, po. Mrekulli. Edhe ajo në pamundësi për ta, sigurisht, vjen pa do bëjmë pak edhe kontesi dhe pak atëherë qoftë kusi ndoj në kollit, më vlerësojnë për moshën. Por, unë e di vetën i ri se në gjithë se baba në në vitin 2018, para 7-8 vjetë që bënë, në kemi gjallë, por e kemi dhe të fortë. Për momentin, ajo ka qenë e predispozuar të vinte, por në pamundësi fizike, edhe për sa probleme familjare këtë ordinere, që ishte fjallet dikush smur pak pa shefe, shumë e radhë, nuk është prezent. Ka qenë nisë për ta. E falenderoj nënën edhe i uroj jetë gjatë. Sigurisht, unë një gjësia saj më konsideroj të ri. Edhe kjo më bën më optimist për jetën. Ndoj më tha që kërkon më nga, mu thash kërkoj të jetoj dhe më shumë. Falenderit me të. Urime. Mirë se erdhe Dag. Mirë se erdhe vllai tjetër, edhe miku, bia jonë. Muzika. Ku Mirë muzika? se erdhe. Mirë se erdhe me motrën, mirë se erdhe Nikol. Zuar, cheers. Zuar. Zuar, reki. Zuar. Zuar. Mirë se erdhe, E ka keni me jetë vajzë. Zuar gjyshi. Që do pash.
Tani fjallë e kam mikë. Po mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Ju përshëndes gjithë herë, faleminderit që keni ardhur për gëzimin tuaj e timin për mikun tim, Gjinin. Ju uroj jetë gjatë, u bëfsh mbi 100 vjeç, se që në ke thamë është pak, edhe gëzuar gjithë herë. Edhe gëzimin më gjithë. Rastin e ditëlindjes babit, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen, do flas në emrin tim dhe në emrin e vllajt Besianit. I urojmë babit jetë të gjatë, të lumtur, gjithashtu i themi faleminderit për gjithçka që ka bërë për ne. Edhe mamin e falenderojmë gjithashtu. Babit pas, edhe i qinës. Faleminderit shumë. Të roj edhe babi dhe vllai dhe kalametit tu. Faleminderit. Besiani e ka gjetë të shtëpi edhe e ka ardhur me gjithë. Po mirë mamë, po si po gajtë, ne po kaloj mirë, ka ma mirë s'ka, urime ja për babin, u baf bisin jesh. S'po marrë kohë prapë, mirë gjesë nesër. Babi, do të vazhdojsh të komunikosh. Faleminderit për gjithçka. Po kush e tha se jo? Përshëndetje. Të falenderoj për gjithçka. Se urimin e ke ti e ke gjithë, po ju uroj dhe ju t'jeni mirë dhe ju falenderoj gjithë. Edhe këta që kam tuar dhe ju që jeni mirë. E tha bukur nëja në komi që vetëm ju katër që më vohshit sone. E nana, po nana ka një farmoshe, nuk ka pas përsi marë. Ju falenderoj. Zoj, gjyshit ka gjanë. O, sa i kjuri. Paqa, jebja gus, ati pësëm. Lukas, si e dhe mirë, edhe i qëtë për shokon gjithë, profesorit, edhe e kesh me jetë. I thash, akora se fame në shushme. Akora në fiktive. Disa njëra marrë ma jetuar situar, besën s'ka përsi me hapë një situation po me po me O mashallah. Oj, o mis. O trita syrit. O Pse çeshti? Po jetë, mashallah. Besiani urimet më të mira për babin edhe i qim, e me dhije si shte e ti, fala Ciao, zemrë ja kalosh sa më mirë, ha? Jo se mirë. Shumë faleminderit, edhe ty na i përqafo. Ciao. Mama dhe urime për babin, urime edhe i qimë babin. Shëgullov të zot, shëgullov të shëndetër. Si ke yjet, Marsha që mirë, flobi mirë, o qaj mirë, Marsha. Në semër, Besa, la pra qofshi mirë dhe urime edhe i qimë babin.
Dere mu pak? Besi, përshëndes. Ti e qete buditën i pari, edhe mirë se t'ish prap. Je shtu dhe me gocë. Falenderoj shumë sepse jemi nipa dhe dajet më të vjetë që mund të ekzistojnë në historinë e Shqipërisë. 2000 vjeçare nuk e se të gjesh. Mirë arshit, falenderoj. Kam kamerun? A te pa profesorin? A te pa profesorin? Alvi, wyjeżdżaj. Chodź już w dół. A gdzie tam była? A dobra, jest już w dół w New York. New York tam jest. Mari foto të do, profesorit. Shumë faleminderit për njeriu që je e për familjen që ke kriju. Bravo, Vera. Tani kjo kesi të shkoj këtë Oj, ta merr këtu pak të vepot në baldo. Edhe i foto. Jo, atje. Këtu, ha, shumë bukurie. Më shtet. O gurë ti, se nuk ka më 7 të jetë. Nuk ka më 7 Urime, shumë urime. Shumë faleminderit për ftesën. Ata që dëm shojnë. Unë di çfarë. Pranë jashtë njerëz, kur diri sa mendja ne do të marrim telefon për të bërë. Jo, nuk është më e shëndet. Qeni mëra me pa arrushme me profesor Gjindet Kolën. Profesori nuk është një mik I ri I familjes tonë, është mik ka 2-3 brez, edhe ne e kalom një mëra me besoj shumë lumtur me te, ju urojmë Gjinit 70 vjetorin e 70 vjetor tjerë. Atëherë, vazhdo operator, pashku. Unë mundu të mësoj, po ti je bo maj dytë ose unë. E falenderoj babin bashkë me ju si familje, për mikpritjen, për respektin, edhe për shërbimin. Falë, jam shumë mirënjohës. Falenderoj. Natën e mirë. Natën e mirë, rrugëmarr. Respektin. Edhe 150 vjetë miku dhe ty, edhe faleminderit për respektin, 150 vjetë për burrin, edhe besin kur vje këto, jeni të mirë. Faleminderit Adil. Faleminderit. Ciao Adila. Ciao. Goodbye. Gjithë të mira. See you again.
Paqim zemra. Ciao Bosi. Nuk që duhet. Gratë e mia, faleminderit shumë. Urime zemrahime Sot ke ditindjen Unë s'jam aty Sa doja të isha me ty Ta festoni me të dy